Autoritetet serbe kanë lëshuar një flet arrestim ndaj pjesëtarit të policisë së Kosovës Bylot Brahimi, pas një incidenti të ndodhur me maturantët në veriun e Kosovës, zone banuar me shumicë serbe. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Dačić, deklaroi të shtunën se polici i Kosovës Bylot Brahimi do të arrestohet sapo të jetë i qasshëm për policinë serbe, pa parashtrim. Sa herë që kjo të ketë mundur, ky veprim është parë nga autoritetet në Kosovë si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për të tensionuar situatën në veri dhe për të ushtriar presion mbi institucionet e sigurisë së Kosovës. Juristi Blerim Burjani në një prononcim për Bota Sot thotë se Kosova nuk merret me kërcënimet e Dačićit, nëse hyn pa leje arrestohet. Ai thotë se këto provokime janë të zakonshme dhe s'ka vend për shqetësim, jo vetëm drama artificiale për konsum diplomatik. Jo, Kosova nuk merret me atë çfarë thot Dačić. Nëse edhe Dačić vjen në Kosovë pa leje, arrestohet nga policia e Kosovës. Këto kërcënime janë të zakonshme për profesionistët kosovar të policisë, madje edhe të politikës aty këtu, por edhe ish ushtarakëve të UÇK-s. Jo, nuk besoj se do të ketë diçka nga kjo punë, por vetëm krijimi i dramave artificiale tensionuese, por kjo nuk ka ndonjë gjë për tu shqetësuar fare. Serbia gjithmonë provokon me elementin e sigurisë, për diplomaci nuk po flasim se ajo bëhet për BE-n dhe për të treguar diçka të jashtëzakonshme, përfundoi ai për Bota Sot.